Kalot elektrike të si ishin keq. Kemi shajtë për... Muka apo Jupi? Muka. Muka. Hygerta Sako apo Vilma Masha? Vilma Masha. Koka apo pila? Kokapila. Shumë për kokapila, da pritet ai kështu të thotë. E mbyllim? Mirë shkoj. Ishte kënaqësi që ju kishim ashtu. Edhe ime gjithashtu. Ishim me në kalumet e procesit sportiv bashkë, u mërzit shumë. Busa është mërzit, e pash u mërzit shumë. Po, U mërzit se ftojnë aty, s'ka faj. Ke parasysh ti shko me mend. jo, ideja është që nëse të më fto dhe më let që të shpjegoj një mendim që kam unë. Unë e kuptoj televizionin se si funksionon, e di, dal shpesh nëpër televizion. E kuptoj kohën televizive që duhet shpërndahet tek shumë veta, por më mirë është që ta bësh me pak atë. Prandaj podcastet sot janë shumë modë dhe të japësh mundësi që dikush të shprehë mendimin e vet kritik ose jo kritik. Në televizor njerëzit shoh, domethënë nuk flasin. Si quhet imazhojnë, si mund ta them.